Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet i tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq, rikthehemi si çdo mesjavë me tjera figura sportive që kanë lënë emër dhe mbresa në qytetin tonë, por edhe në mbar Shqipërinë. Podcasti sonte do i dedikohet veçanërisht voleybollit dhe veçanërisht një prej voleybollistëve më të mëdha të Shkodrës, por edhe mbar vendit. Një prej atyre të cilësuar si voleybollistët e shekullit të Shkodrës dhe Vllaznisë, në fakultetin sot të sporteve si pedagoge, por me një emër shumë të madh si voleybolliste dhe si trajnere e Kuçe Bluve, kam derën të kem kënaqësinë Nora Dede në studio. Mirë se vjen përsërish. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Pak para se të hynim në studio, më the që je në një angazhim shumë veçantë personal tuaj në fushën akademike sërish, akoma më tepër për të ngritur vlerat tuaja. Ta kemi këtë lajm ekskluziv ndoshta. Faleminderit. Po, kam 4 vite që përgatitem, por i lash pak kohë vetit këtë vit, më u marr thjesht me anën time profesionale, se është shumë e rëndësishme, pjesa më e rëndësishme po thush, puna, dhe kam përfunduar pothuajse të gjitha etapat për të marrë titullin profesor asociuar. Shumë shpejt pres me dha një leksion të fundit dhe besoj si shumë të tjerë në fusha të ndryshme, me që jam në fushën e arsimit, shkolla nuk ka fund, dhe mendoj të arsimohem një ma komode, ma kompletuar. Të e shumë suksese, por nga informacioni duket e para në Shkodër me këtë titull, që po i drejtoheni. Po, e para në katedrën teme, në katedrën e sporteve, por shumë shpejt do të bëhen edhe të tjerë, sepse në atë rrugë janë futur të gjithë, nuk ka rëndësi kush e marrë një pari, ajat në pak komoditet, në pagesë dhe në pozicionin e punës, por edhe gjithë tjerët mas meja do ta marrin. Ju jeni shumë modeste, por e para hap rrugën edhe për tjerët, themi. Po, inshallah ata ne kanë më të lehtë se unë. Ju ja tregon atë vështirësitë që po kalon ndoshta. Jena në Shkodër edhe shpeshherë na shohin si provincë, por kur je vetvetja nuk mundesh me ndryshu kudo që çojnë, edhe besoj me punën që kam bë, edhe ata janë të vetëdijshëm se besoj se i plotësoj kushtet. Gjithmonë pranë sportit, Nora Deda gjithmonë e zjarrt në atë për t'i dhënë të njëve dijen e saj, pasionin e saj. Sot pedagoge, siç e thash, por edhe pavarësisht se jo pjesë e vllaznisë strukturave të sportit të voleybollit, por besoj që me zemër i ndjekni ngjarjet, po themi, voleybollit. Për mua e rëndësishme është që edhe fusha dhe profesioni që unë kam zgjallë në jetë, gjithmonë kam e kanë fushën e sportit, masi jam pjesë e degës edukimit fizik të sportit. Dhe normalisht, pavarësisht se jam largu nga fusha e sportit, ndjeku sekuenca, sepse mund të la një muzikë po mund të la një film po, por voleybolli më tërheq, edhe ndjeku sekuenca nga fusha e sportit. Dhe kaq, jam ndjeni për situatën, për vendolljen e ekipit, për vështirësitë që kanë, se i kam kalu tana vetë. Dhe jam shumë e gëzuar që vazhdojnë në kategorinë e parë. Nga shprehja juaj e fytyrës nuk dukesh aq e kënaqur me situatën ku është vllaznia. E the që i ke përjetuar ndoshta në shpinën tënde, por jo aq e kënaqur, po ashtu si gjithë ambienti sportiv Shkodër. E vërtet. Por un kam qenë shumë afër për 2 vite rresht, gati 3 vite rresht, dhe nuk kam qenë vetëm trajnere, po më dash me bë edhe shumë role tjera që nuk i shkoj një femnë në kuptimin që mu marr me bë pagesa, me ndihmu sportistët e huaja, me i çu me i bë masazhet, me po dash me bë thusi që kam bë, po me mundësitë e mia, me shku me i marr në për aeroporte, me i pagu bileta, me gjetë shtëpiat, më marr me seksera në për Shkodër, domethënë, por e kam bë sepse e kam menu ekipin si një familje. E kur në familje të binë detyra mu kry,
e mira është kush mundet me kry më tepër. Edhe e kam bë sepse e kam menu si familje dhe si pjesë e rëndësishme e jetës time, në atë moment që unë kam kënë atë pjesë. Do kalojmë në veçanti me pas tek ajo për ju e juaja si trajnere, por unë dua të di, do është edhe pra në ishpit që po na ndjekin, ato fillimet tuaja, si lindi dashuria ndoshta për volejboll, ndoshta ishe pjesë e viteve të arta të volejbollit shqiptar. Dëshira jame starti tek vajzat e reja ndoshta. Dëshira jame sot nuk është me përsërit intervistat e tjera. Jo më përmend biografia, jo më përmend se ndoshta bëhem e përsëritshme, edhe nuk tërhequ shumë vëmendje, sepse ky brezi i sotëm nuk din ç'është biografia. Nuk e ka kaluar atë kohë dhe nuk mundet me një edhe në film nuk i tërheq bëhem pa. Kështu që s'kam dëshirë me fol më për atë pjesë, por për këtë arsye shkuam në shkollën në Smazi, nga që kishte anglisht, mendoshim se ka më ndryshu sistemi, edhe kena me ditë anglishten, kena me kënd gatshëm me shku jashtë e tjerë, mendimi i prindëve të mi. Po them ato dashuritë e para me volejbollin, volejbollin më lindi në shkollën në Smazi. Trajnerët e parë, këto jam interesuar di. Po pra, këtu deshta me dal. Rastësisht kjo shkolla që kishte anglisht ishte edhe shkollë sportive, shkolla volejbollit, shkolla në Smazi. Dhe që në klasën unë kam fillu që në klasat e vogla, që në moshën 9 vjeç, me lujt me klasat sportive, klasën e 5, në klasë 6, edhe kam pas shumë trajnera fati, ka kënë që i kam pas shumë të mirë trajnerat. Sikur sot në botë që i lexoj që i trajnerat më të afirmum dhe trajnerat më të përgatitur dhe më të kompletum si figura, duhet jena të shqipunojnë me fëmijët. Unë kam pas fatin e mirë që i kam pas trajnerat shumë të kualifikum profesionalisht, por gjithashtu edhe njerëz shumë të ndershëm. Kujtoj me shumë respekt profesorin të më parë Vitor Jubanin, të ndjerin Vitor Jubani, i cili domethënë ishte mësuesi i parë i volejbollit. Ma vonë të ndjerin, nuk e dia jeton Dan Doçi, që erdhi nga shkolla sovjetike dhe ishte domethënë shumë i rrept, domethënë vite prej shkollës sovjetike dhe kërkonte shumë disiplinë, por e shoj edhe ai tonë talentin deri diku. Ma vonë isha shumë shtatë shkurtër dhe problemi ishte se mendoshin se i kam gjao një tezës nëns dikon edhe familja nuk ishte dëshirë me mlanë në sport, sidomos baba, familja babs. Nana kishte kënë sportiste, edhe baba ishte marrë pak në sport dhe nuk ishin dëshirë, shkosha, tinzash, edhe visha shpejt në shtëpi që më gjetë baba në shtëpi, mas më ditë gjatë që kam kënë stërvitje. E dite mamaja ndërkohë? Nuk e dite. Kur një ditë për i diq, i tham, e kuptuat ai se kam dëshirë më marrë në sport. Dhe dite që jam klasë sportive dhe losim volejboll, kena shku në Blon, kena shku në Tiranë me lujt, por rastësisht ishte neshja e parë, isha në klasën e 7 të shkollës të vjeçare, dhe ishte organizote atëherë se shkolla sportive kanë zjarë talenta, organizote për herë të parë një spartakiad e këtyre moshave të vogla. Dhe u batet e fushat e zeza të pallatit sportit. Vjen baba me pa, dhe rastësisht neshjet ishin njëna mas njëtër, u bashin 3 neshje në ditë. Po nishim një neshje dhe po lute Elbasani Dinamo, e kujtoj si sot edhe atë vajzën që luten 4, se janë fillimet edhe nuk harrohen kur. Më thot baba, një bab, në qo se kime kënë ti 50% që i kësaj, baba ka me të lanë sport. Në qo se jo, kime po neshjen prej divanit, prej televizorit. Edhe shafunët, normalisht, u duk të lojtare mirë, erdhi neshja jonë mrapa. Fitume, isha kapitenja në atë kohë, mu duk të vetja shumë rëndësishme, po s'ka rëndësi kusha kapitenja, rëndësi ka me kënë lojtarë, me pas në gjak sportin, me pas seder, si dikur kanë pas sportistat. Baba u habit me të drejten, kur shkova në shtëpi, e njëtu i thonë nënë, jam habit me vajzë teme, kështu, trajneri mrapa i trejave, se më kërkune me para trejat, për nuk një gjove me shku, dosha me shku film me trejat, edhe ka kënë indjeri Bebi Sulejmani, edhe i tha babës që të lutem lenen sport, sa talent, kja ka me qa vetë njëtë. Atëherë filloj të në njekë baba në tonë Shqipni, në bati fëzë, të në njekë, të në i plëcu të në kushtet, me ata mundësina që kishin,
Por aty ke fillesat e mia në shkollën Osmazi. Bile sot më vjen shumë keq që ka vite që është shumë zor me seleksionu sportista, sepse me këta projekte që bëhen, që i thuj se janë fasad, në kuptimin që ka masivitet. Nuk është se ka masivitet. Duhet shkollë. Sporti është si gjuha huj. Duhet shkollë me mësu ABC-n në shkollë që ti të nërtosh sportistin për të ardhmen. Nuk mundesh me marrë një sportist në shkollë të mesme me bë volejbolist. Duhet qysh me mësu ABC-n si duhet. Dhe që në largimin, në mbylljen e klasave sportive, ka pas shumë bushtleqe edhe në furnizimin e ekipeve me lojtare, në të gjitha llojet e sporteve. Sepse nuk e di ti i ri a kujten, shkolla Osmazi ka kanë shkolla volejbollit, shkolla Ismail Qemali basketbollit, shkolla Gjeladin Pishta futbollit, edhe Ali Laça e gjimnastikës. Do me thonë, aty kanë dalë te Ali Laça tanë gjimnastet, prej shkollës Osmazit, tanë volejbollistat, basketbollistat prej 7 nënorit, do me thonë, kanë ardhur tash si mum. E kanë ditë ABC-n kur kanë ardhur në ekipet e paratrive. Kanë ardhur gati. Kanë ardhur të përgatitur atin, sepse të formosh një sportist fillestar në moshë të vogël është shumë e rëndësishme ta ndërtosh nëpërmjet edukimit. Se aty fillon e ndërton bazat e një personaliteti për të ardhmen. Dhe shkollat sportive e kanë luajtur këtë rol më së miri. Po ndoshta nga qelle me të vërtet koha nuk ishte më e favorshme, por njerëzit që drejtonin ishin shumë profesionistë. Ishin tepër profesionistë, që sot e zor me gjet. Nuk ka më profesionistë tepër të përkushtuar, me shumë pasion, e shihnin ekipin si një familje. Atë që ndoshta ju a trashëguan edhe ju në genin tuaj për sportin. Po, njeriu prej mësuesit edhe prej prinit mundohet me marrë më të mirë. Edhe me trashëgu më të mirë. Nuk tha me kënë fotokopja dikuj tjetër, asnjëherë. Du t'jesh vetvetja, të ndërtohesh vetë, por ato anë të mira pozitive të karakterit, kur trashëgohen janë shumë të rëndësishme. Se ata nuk nëshojnë kur. Qëndrojnë me ty gjatë gjithë jetës. Aja nuk do në shkollë. Dan edukat personale, edukat familjare, janë da gjana, është në gen edukata. Po jo gjithë i kanë, duhet t'jemi koshient. Nuk du me paragjyku askën, por ata kishin një moshë të pjekur, ishin familjar të rregullt, ishin shemojnë familje, në shoqëri, edhe me ne, me ekipin edhe me. Profesorët që përmende janë sot ende që përmenden pas kaq shumë vitesh në Shkodër dhe ende thonë njerëzit që janë të pazëvendësueshëm. Janë të pazëvendësueshëm, e vërtet është. Me vërtet sepse i kujtoj me mirënjohje. Shumë figurë. Pavarësisht se janë largu nga kjo jetë, ato do mesin gjithmonë kujtimet tona për mirë, edhe ndër shemujt më të mirë për të njek. Po edhe një vlerë për qytetin. Një vlerë për qytetin e Shkodrës, për sportin shkodran. Pra e detyrove të themi bëj babajin tifoz me ty dhe të alejon të ëndrën e volejbollit për të vazhduar. Po. Sa vjeç ishe kur shkove tek ekipi i parë i vajzës? 16 vjeçë për herë të parë, kam luajtur në 6-ën e parë. Në formacionin e parë, në moshën 16 vjeçë. E mban me ndeshjen e parë? Po, ndeshja e parë nuk isha në 6-ë. Ishte një lojtar, jo. Filloi ndeshja, nuk po çalote një pozicion tresh, që e dinti që jam middle blocker, që ban edhe bllokun gjujtin e shpejt, po bllokun kryesor. Nuk po na pemen, ishte 26 vjeç ajo vajza. E zëvendësova edhe jo se bona unë namin, po e zëvendësova, por filloi tifozllëku se unë e vogël, moshë e re në krahasim ata vajzat e rrituna. Atëherë kujtoj ushtar Shkodran, po 100 neshën, se kishte atëherë edhe në Tiranë, në 100 kishte tifoza, ishte neshën në Tiranë. Edhe kishte shumë tifoza. Për fatin tim të mirë, kisha, po më kujtohet, përgjegjës ekipit, zoti Adem Bala. Jeton edhe sot, e kam pas drejtor në shkollës mesme, në shkollën Jordan Misja. Dhe gëzoj shumë respekt për te, sa ju bosh shumë tifozi jemi.
Për fatin të mirë më kujtu, duhet kujtoj edhe një trajner profesor Peter Këshiren, i cili ishte mjaft i përkushtuar dhe kur mori ekipin e vajzave të rrituna, e filloi ndërtimin e këtij ekipi nga e para. Nuk kishte problem se mund mos kemi rezultat, por unë du me ndërtu një ekip me vajza të reja që të premtojnë për të ardhmen. Dhe çdo ditë e shumë shpesh përveç se u interesote për çdo gjë tonen, edhe në atë kohë që s'kishim, që me pas na bluzat më të bukura, me pas 2 pal fanela që nuk i kanë vajzat sot. Vite profesor Vitori edhe te shkolla, edhe na merrte përgjegjës ekipin drejtorin e shkollës, sepse në shkollë Nisja ishim 3-4 vajza, unë isha në vitin e parë, Paskualina Kabashi e Valbona Çuku ishin në vitin e dytë, Kristina Nikolli ishte në vitin e tretë, edhe dote që me kriju një afrimitet edhe me mësusat, me na vlerësu, me na ndihmu, edhe i merrte gjithkund përgjegjës ekipit drejtorin ton, në Rum, zotin Adem Bala. E kujtoj shumë për mirë, edhe qysh na ditë bërtite drejtori. Të pullsha dorën, të marrsha të keqe, u bë shumë tifoz, sa i thot arbitri ik prej fushit. Hiqe prej stolit i vërtite arbitri, po u bë aq tifoz edhe qysh për asaj ditë kur shkosha në shkollë, kishte fol me tonë mësusat, që mbashin lanë të tjera, edhe mos më ngarkonin orën atë shumë, se në orën atë u marrë me sport, edhe më thote, ku të kesh një problem, hajde atu i presorit ti. Ishte shumë i dashtën. E në ka vlerësu shumë. Pa thojza ndiheshe pak e privilegjuar, po them. Pa, ndihesha e privilegjuar. Sportistat gjithmonë pa tjetër. Ndihesha e privilegjuar. Sportistat elitare. Po i kena pas tonë mësusat e mirë. Ai brez ka kenë brez i mirë. Ka kenë profesorish Habib Mburja e matematikës, që ju mënote mas me mbu korën pozit, e kujtoj edhe sot për mirë. E kishe vështirë matematikën? Matematikën e kisha më të vështirë, sepse letërsia më ka ardhur, edhe më ka pëlqyer shumë edhe më pëlqen edhe sot. Por matematika është çdo gjë zinxhir, dhe ti kur bën mungesa, krijon pushtëqe dhe nuk mund ta lidhësh. Matematika nuk është një lëndë që, domethënë, që të jep të satisfaksion. Ja, jo që më nepte, po kërkote me kanë sistematik, edhe unë nuk isha sistematike. Po profesorish Habibi jam kanë ndihmuar shumë. Ishe sistematike tek sporti. Isha sistematike te sporti, se bosha me dëshirë. Po kuptu. Kush ishte trajner tek Vllaznia kur debutove? Në fillim ishte profesor Vitor Këshira, më vonë ka qenë profesor Margrimsi, deri në vitin 91 kur musha unë 22 vjeçe që u largova nga Shkodra. Sepse kam dëgjuar një intervistë tuaj më përpara, ke një vlerësim shumë të madh për Grimsin. Margrimsi të gjithë kanë qenë të mirë. Çfarë bën ta të veçantë, sepse kam dëgjuar edhe ish voleybollist meshkuj femra që e vlerëson shumë figurën e tij. Ndoshta bëhet të veçantë ajo që 24 ora ju kushtohej vetëm sportit. Ai burr nuk bëhet as punë shtëpie. Ai burr nuk blete as bukën familjet vet. Ai burr rrite vetëm me note për sportin, vetëm për vajzat e sportit. Bile du me tani diçka të bukur. Ma ka kujtu e shoqja, Adelina një ditë, thot, shkoshin për Shkopi, atëherë kishte molla, s'na bishet kur gja, vajzat bleshin. Shkoshim Tiranë, kishte gjana me ble që s'kishte në Shkodër, kur gja s'bite. Një natë shafte çanta e profesor Marko thot, një qese, një diqa në gazet, mbas ka ble diqa. Kur që me pa, e hapi pa rënë sy, që me pa, kishte marrë fanela vajzash për ekipin. Do me thonë, ai ka kenë edhe shumë i përkushtum. Ka kenë profesionalisht bate servitje njësoj si na. Njësoj si na, fillot e marrute servitje, ai bate gjujtjet, ai ishte gjithmonë me top ndorë. Nuk ishte trajner që e shifshe prej larg. Jo me bylbyl, ngoj. Ai ndrote fanelat se u djersite, kanatierët edhe fanelat, se kanatierë më shumë veshten verë, edhe fanelat. Mas neshës të lete 2 orë analizë në kam, sepse e përjetute shumë humjen. Dhe na do të fort. Bile di që edhe në ambientet me shok, kur bëhet muhabet tavolinet, edhe mrena për mrena familjes, ka raste që jena të paknaqur, na duket sikur na bajnë pa drejt, e jam një ambient më të hapun. Kur u flite për një vajzë të ekipit, në tavolin ku ishte profesori, qoftë dhe gjoha vogël krejt, profesori u qote prej tavolinet. Prisht nuk i flite mati i personit. Dhe më thonë, na kishte se na pas vajzat e veta. Vajzat e sportit. Ku me gjetë ma këta trajnera.
si me I pas vajzat e veta. Na ka dash tanave shumë. Shumë e vërtet. Po thoja që 22 vjeçë u largove nga vllaznia. Po, u largova nga vllaznia, ishte 91-shi. Vitet vështira. Masi konkurova 3 vjet për shkollë nalt, edhe s'po du me përmend biografin, po s'ke kuaj se I largohesh. S'ke nga shkollë. I mora 3 herë normat, dhe nuk më nxorën shkollën. Konkurova për herë të katërt, dhe fillova shkollën në Tiranë. Pak me vonesë, si ta thënë. Pak me vonesë, në 22 vjeçe që ishte dash me marru. Dhe në atë kohë më kërkoi trajneri I Partizanit, I ndjeri Ilir Cirinako, me lujtë me Partizanin. Fillova me Partizanin kontratën e parë, prej aty kur jenë Tirani këtë na dyrë të hap, kombëtarja për çdo vit, përveç se me kombëtaren kërkoshin ekipet përforcuese, I herën 3 ditë, mas 3 ditëve u kthesha prej kombëtares, shkosha përforcuese diku tjetër jashtë shtetit me një ekip. Aty domethënë u hapen të gjitha dyert dhe fillova të njihem vetvetja, isha krejt njëri I lirë. Ishe Nora që ndoshta u formove siç duhet në kryeqytet. Bazat I kam punë në Shkodër, por aty fluturosha sepse nuk e kuptosha dhe vet se kisha fitu lirin, kuptimin, erdhi demokracia, nuk isha ma me gisht se thoshin dikuri fjalë që ja vulgare me përdor, po ashtë I prekon. E na bashin me gisht dikur. Mu, Sokol Kals, kanë kanë Gjino Mjeda, kanë kanë shumë emra shumë të njohur. Që kur u ktheshin prej kombëtares, dilen xhiro, shihshim njëri tjetrin të tanë që ishim kthy, se ishte koha për munis. Domethënë, por kur shkova në Tiranë, isha krejt lirshëm, se isha Nora edhe isha krejt e lirë, edhe loja ishte më bukur. Unë isha vlerësume. Ndoshta nga që ishe edhe pjesë e një ekipi shumë e emër si Partizani? Po, isha me Partizanin, isha me Thojza, kombëtar. po themi edhe Vllaznia ishte e Jo, Vllaznia ka kanë në 3-4 si... vendet e para gjithmonë. Ka kanë mirë edhe Vllaznia, por ndodhi eksodi u shkrif Vllaznia si ekip, 91-shin. Dhe sporti filloi me çalu, po në Tiranë nuk çalote, se Tirana ka tjera mundësina. Ka shumë mundësina, ka shumë mundësi për zgjadhjet e tjera tjera. Më fillova me Partizanin, vitin tjetër me Tiranën, ma vonë me Dinamon, po kam përsërit kontratat me Tiranën, punë 6 vjet, 5 vjet, po jo rresht. Më thonë isha profesioniste, ku paguesha ma mirë shkosha. Shfrytëzosha zanatin tim. Aty mund të themi u shndrove profesioniste, sepse deri Jo, profesionizmi ka nisë edhe këtu. Ka nisë që këtu, papa. Që këtu ka nisë profesionizmi. Kujtej atëherë. Kishit pagesa? Po, kishim pagesa. Kishim pagesa, dhe të vajza kishim pagesa, në shoshin pak pagesat, por pagesat ishin shumë të mira, për atë kohë, edhe në Shkodër. Po themi tek Vllaznia? Të Vllaznia, po, kishin pagesa, sepse ekipi parë profesionist në lojrat me dorë, u bë voleybolli femna, sepse rezultatet e Dinamos dikur në arenën ndërkombëtare futen atë mentalitetin e profesionistit. Dhe mentaliteti I profesionistit për herë të parë ishte që një sportist profesionist të grumbullohet, të jetojë me sportin që në 7 mjesit e deri në darkë. Ekipi Dinamos ishin grumbullume, edhe ata që ishin familjare pak marrshin leje me shku në shtëpi. Ishin grumbullume, do usheshin në klub, bashin servite 2 herë në ditë, se nuk bëhet ekipi me 2 orë servitje në ditë. Unë kam bëhet 6 orë servitje në ditë. Si ka mundësi? Sepse 6 orë para 2 orë para dite, 3 orë mas dite, edhe pak individuale. Dhe sot besoj se ngopen me 1 orë e gjysmë. Jo vetëm voleybolli, por thuajse gjitha disiplinat sportive. Nuk është me avu fajin sportistave. Po përjashtoj vetëm atletikën. Se ato djemt janë me të vërtet dedikuar. Po. Nuk e kanë fajin sportistat. Në qoftë se mojnë strukturat e duhura, sepse edhe të kesh një ekip sportiv apo një shoqat, duhet krijohen të gjitha kushtet, kur e merr përsipër, që ky sportist, përveç arsimimit, të ketë një farë diete ushqimore, të ketë mundësi të servitet 2 herë në ditë, të krijojnë kushtet e veshjes, edhe shumë gjëra tjera.
Kur t'i krijohen kushtet, ky sportist ka me pas rezultate më të larta. Mandej ai fëmia I vogël, kur shohin se vllaznia ka rezultate të larta, thotë po shka jallon e bën volejbolliste ose volejbollist. Dhe me thanë, kur na ishim atëherë, kishte prurje, sepse ishte I veti për shpëtim, ishte si një profesioni sporti, paguhej mirë. Për atë kohë paguhej mirë, unë e kisha rrogën 8.000 lek. Një dy vajza tjera kishin 7.000 lek, tjera 6.000 lek. Po 6.000 lek, 6.500 marrte një inxhinier në atë kohë. Dhe ishin pagesat e mira, nisen kohët e fundit normalisht, dhe me thanë ka mosha 19 deri 21 vjeçe, se mana I kanë Tiranë dhe vazhdova në Tiranë. Por besoj se kishit mentalitet tjetër, ju nuk ja latë fajin sportistave, por besoj se edhe sportistët ka një pjesë përgjithësisë sot flas, sepse nuk është ai mentaliteti personalisht, po flas këndvështrimin tim personal që ekzistonte ndoshta edhe para 20 vitesh. Kur dona me bë diçka me ecë përpara, duhet jemi pak më analitik. Për shembull, nëse një po thonë atlet do me bë me rrit shpejtësinë, I veni shok pak më të shpejt përpara anash, që me detyru me ecë më shpejt, edhe o me rrit hapin, o me shpejtu hapin, o me rrit gjatësinë e hapit, o me shpejtu hapin, a diçka me bë për me për t'ia kaluar kundërshtarin. Edhe këto vajza, këto djemë volejbollista, nëse kanë me pas një shembull të mirë, që servitet shumë, kanë më referu dikuj, dhe besoj ka me pas ma shumë sportista që serviten shumë. Por kur gjithë janë një nivel, edhe nuk ka fort nivel, me të thënë drejtën. Sepse nuk po flas vetëm tek vllaznia, por shoh ulje cilësisë në mbar vendin. Po, sidomos unë flas për sportin e volejbollit, që mbizotërohet nga lojtarët e fuqia. Po, volejbollit po flasim, edhe basketbollit që vetëm të huaj po sillen pa limit. Mendoj që mas një vitit, për një 5 vjet ka me pas një boshllëk shumë të madh. Pse? Lojtarët cilësorë dhe lojtarët me eksperiencë për shembull që janë te Tirana kanë arrit një farë moshe që marrin ka një farë jetëgjatësie, nuk kanë më atë nivel që duhet me pas. Lojtarët shqiptarë ka shumë pak. Shumë pak, me të vërtetë. Ka shumë pak në volejbollin shqiptar. Dhe po nuk pati për momentin, po nuk pati investim shumë të sporti, kuptimin me afru të huja, do të krijohet një boshllëk apo një hendek I madh ose ka më rash shumë niveli I volejbollit shqiptar. Ka më rash tepër. Mas 5 vitesh ka vajza të reja që shtrëviten, I kam pa edhe te Dinamoja, ka edhe në ekipet e tjera në grup mosha, mas një 5 vitesh kur të rriten të vajza. Ka edhe te Shkodra, janë afru disa familje të mira, bilen vjen mirë shumë. Vajzat e Gjergj Kurtit, janë një me mjemnin Cico, pasuse e re që ka lujtë edhe si mjet. Janë disa vajza me perspektivë. Ka disa element perspektives, të me të vërtetë. Mesa, Gjino Mjec, është vogël aja, 12-13 vjeçe, por ka dana fizike shumë për të bërë sportiste. 16 vjeçe kishe debutuar me volejbollin e madh. Po, kanë filluar qysh 9 vjeçe, domethënë. Ta vinë prej rrugët, nuk vinë prej arsimit, prej klasave sportive. Dhe kërkojnë kanë kohën për të korrigjohen edhe do kohë kjo pjesë. Don më kohë për përmirësim. Shumë e vërtetë. Në 3 ekipe kryeqytetit ku ndive më mirë? Sepse Dinamoja është veçuar për volejbollin e femrave. Po, është veçuar për volejbollin e femrave, por më mirë, edhe si me kanë Shkodër, jam një me ekipin e Partizanit. Edhe trajneri ka kanë shumë I mirë. Jo se s'ka kanë I mirë I Tiranë, sa shumë I mirë është edhe sot. Unë kam pas trajner, kam pas edhe koleg trajner Ani Gorencin, është shumë I përkushtuar, shumë I mirë. Por unë vlerësoj shumë nivelin e motivacionit që ka trajneri. Sa motivues është. Profesor Ilir Cerinaku, ka kanë edhe volejbollist vet, ka pas një eksperiencë gjatë edhe me kombëtaren, plus ka kanë edhe trajneri kombëtarës, ishte edhe trajneri Partizanit. Ai, domethënë, ishte shumë profesionalist, sepse korrigjoi tek unë vetëm një hapje ndryshe, jo më nis drejt me gjujt, veç një hapje ndryshe e shfrytëzoi 100% tem. Sa që unë nuk e njifsha vedin, isha krejt e lirë fluturosha. Plus, kishte një lloj motivimit që të bate nëpërmjet motivimit të vlerësote.
Kujtoj një pikë decisive, se po më duket vetja si një eks tjetër që kujton para 100 vjetëve, por nuk janë 100 vjet, janë gati 20 vjet. Po e kujtoj me nostalgji këtë profesor se dite me motivu. Merr pushim, po ishim pik në pik dhe ishte seti final. Unë isha në vit dytë. Kundër ku ishe? Ishte Dinamo Partizani. Dhe isha në vit dytë, nuk u pritë me marrën topin. Prej vit dytë. Dhe topi shkan katësh, aty të shitja kryesore, unë isha mrapa në atë moment. Edhe i thot pasuses, topin tenora. Më thot mu, jam vit dytë. Po në vit dytë, thot, edhe gjujet i topsinora deda, ta marim këtë neshja. Mu dukte sa të mdojtë zemra, venit mi fanel. Seriosisht. I roshtru si qorri shenjt, u mor topi, se takat kisha boll, mor shumë kisha takat se mënd. Edhe u mor topi, po do më thonë gjuhet topsinora deta që ta mbyllim këtë neshje. Gjuaj e fort. Ka lënë kuptosh që gjuaj e fort. Po. Na jep fitoren. Po vlerësote shumë. Po kur kthehesh pas në kohë kur bën një analizë, të vjen keq ndoshta që nuk i kishte, po themi, vaznia ato kushte që kishte kryeqyteti për karrierën kur ishte sportiste aktive. Përjashto pjesën e biografisë, siç e thonë. Sepse unë nga bisedat që dëgjoj Profesor Krishnik Tartari, më falë se të nërprejva, profesor Krishnik Tartari, ka thonë një shprehje. Legjende voleybollit, se kam luajtur edhe me trajner profesor Krishnikun, me Dinamon. Më ka thonë, fatkeqësia e jetës tone është që ke lindë në Shkodër. Kurse unë mendoj që njeriu kudo që të nullet, do të jetë vetvetja, edhe nuk ka më bukur se të kontribosh shtëpinë tënde. Edhe guri i rënd peshon vetë kanë thënë vjetrit, edhe është masë e vërtet. E nuk ka kërkund më bukur se në Shkodër, edhe mora hatë se në Shkodër. Po them të pjesa e sportistes, ndoshta kishe dashur ta kisha edhe karrierën e pasur këtu. Po, kisha dashur ta kisha këtu. Në fakt. Kisha dashur ta kisha këtu, por si shumë gjëra që ecin më para në Tiranë, mundësinat janë më të mëdha atje. Pagesat janë më të mira atje. Ndoshta koha që Shkodra sulmohej nga gjitha anet për... Jo, erdhi 91-shi, po nulli eksodi edhe pa thonë një shprehje dikush në Shkodër, po kujtohet, që pa dhe Anglia s'ka volejboll zhvillum, let mos ketas Shkodra. Por unë flutërosha atjerë se isha re edhe mirë, sa me ekip tjetër, nuk e fillu mu ba pjesë e jetës. Kjo, mëndaj në Tiranë, isha në shkollë vitin e parë, mëndaj shkosha në rejtë në Tiranë, edhe vishat dilen mas dite, mas neshjes, për shdo javë. Për të qenë Shkodër? Për të qenë Shkodër se dhe punosha. Fillova mëndaj, e kam lujt deri në moshën 38 vjeçe. Kontrata fundit ka qenë në moshën 38 vjeçe me Partizanin. Me Partizanin e kemë bëu. Po. Pra nuk e riktheve në Shkodër pas tragimit të parë. Si sportiste flas. Kam luajt një periudhë kohet, jam djeg një vit, kam pranuar më djeg një vit për me nxjerr në kategorinë e parë, por nuk dolen. A shkove të luajë në kategorinë të parë me me dytën, hina në dytën për me luajt me vajzat, po s'kishin meç shumë vajza. Edhe nuk arritëm. Pra, do me thanë, u dogja një vit mas i luajtëm me Partizanin, na janë Shkodër vetëm si Shkodër me dalë në parën. Dhe nuk arritëm duket. Po, kjo është ajo dashuria jote për vazhdim dhe për Shkodrën. Mandaj s'kam luajt më në Shkodër, Shkodra u bë edhe duhet me e përmend, se përmend kërkush. Edhe ka ardhur koha mos më përmend vetë shokët, po me përmend me ja ditë meritet aty në njerëzve që nosha si vjen rradha dhe me fol. Do të thosha që në shkollën 10 Korriku ka punu mësuese fizkulturet, ish volejbolistja Sadia Goga. Aja i mlodhi vajzat e shkollës, nuk doli kërkun me kërku, vetëm vajzat e shkollës, të i mësu volejboll, derisa u bane disa vite, sa volejbolli jam se topi lujen vetë, kuptimin. Edhe aja ishte shumë e përkushtume. Unë e kujtoj, kur punosha në universitet, që vazhdej e punoj, po vite në universitet dhe u interesote për vajzat. Edhe vite ta në tërp, më thote, si me aba me i përsoresh. I thash, si me aba, ty bravo t'jof që i vjen maj, por në kam kënë sportiste vetë.
Ty bravo të kjo që i vjen, se kjo nuk ka detyra jote, ti dy bë detyrën e prinit. Ne do të po si ndihmu me na sportistat, kush ka me ndihmu sportistat? E mbaj mend atë periudhë me të vërtet profesorës Sadijes që me shumë pasion edhe ajo për ta ngritur Po, voleybollin. e majti, vend 5. Në vend 5, po pa të voleyboll Shkodra. Ka shumë merit edhe ajo. Shumë. Kam pas trajner, mos ta harrej, se s'e kam përmend asnjëherë, edhe profesorish Milloj Kavasën. Edhe ajo, familje sportistash, një legjende voleybollit që nuk përmendet fort. E kam pasur profesorish fizkulture. E ke pas profesorish fizkulture, unë e kam pas trajner kur kam me trejat. Edhe si sot i kujtoj fjalët e saj, kur thote ty të ka fal Zoti gisht apo s'ka fal mend. Banu pasuse. Kishte çejme mba pasuse. I ke gishta shumë të mirë thote. Po ti preferoj shutere? Shutere se edhe u rrita më, u zgjata edhe normalisht doje forcën e kisha, dosha me shpërthy, adin mu adrenalin mu dukte. Doje protagonizmin për të fituar ndeshje si sulmuesi tek Jo, futbolli. tash që e kuptoj është shumë i rëndësishëm roli i organizatorit, është zemra e ekipit, por tani në rolin e trajnerës, ashtu natyrën time më pëlqejte me kanë sulmuese. I shkon pak natyrës time, jam pak rrëmbyshme. Ndaj po them. Karrierën me aktivitetin si sportiste besoj e mbyllë me ekipin e Partizanit. Me trofe. Kam marrë lojtarja më mirë kur kam luajtur në ndeshje ndërkombëtare në Itali. Kam marrë kupë edhe me kombëtare në Ballkanjada e kështu, por nën kampione kena kanë me Tiranën, me Minatorin, se kam luajtur edhe me Minatorin. Nuk kena pas në Kupë Federatet, kështu gjana, kena pas. Kupa Shqipërisë. Ja, ka kanë Kupa Federatës edhe Kupa Shqipërisë. Kupa Federatës, që quhet Skanderbeu, tash nuk e di, kanë vuja emrin tjetër, po organizohet bashkë me Kosovën edhe për këtë ka këtë emër. Ka kanë fillimisht fillohet në shtator Kupa Federatës, më fillohet kampionati, gjys kampionatit Kupa Republikës e kështu me radhë. Kombëtarja satisfaksion? Shumë satisfaksion, sepse atje njihesh me nivelet larta, e që vedin ma tepër, aty kishe edhe mundësina me bë kontrata për jashtë, mu afru në kombëtare kontrata për jashtë, po si ai personi që shkova në Slovaki, në Bratislav, u interesu në Hungaria, ekipi Hungarez dhe ekipi i Slovakisë të Çekoslovakisë, Slovakia, Bratislavës. Dhe nuk kisha dëshirë, unë s'kam dëshirë me ndonjë shtetit, jam me letra amerike të xhep edhe nuk rri. Domethënë nuk pëlqen veç vendi jam. Kërkon se në vetin më mirë se Shkodra në vend. Dhe shkova aty, për 3 ditë fillun me mba letrat, unë i thash kaç paguhem vend tem, nuk du më ndaj. Klima ishte, shkova në fillim shtatorit dhe pite borë në Slovaki. Kishte fillu bërshniza borë, si isha njerëzit me kokore, unë isha më shkurta, domethënë ishte një lojtarët më pritën shumë mirë, super të rrosh plak e krejt, nisën me bë kontratën, i thashë ja ka çmar në Shqipëni, se ishte një pagesë më mirë se në Shqipëni, por nuk pëlqejte më ndaj. E mora vetë nuk pëlqejte më ndaj. Dhe gjatë kësaj kohë kisha telefonata, më kishin marrë telefon këta të Minatorit, më kishin afruar një pagë sa dush. Po, çmim, po sa dush. Kontratë e bardhë. Kontratë sa dush. Dhe kur u ktheva me mendimin që do të marr ata lek, po kanë prezent kë profesori i Partizanit kishte firmos po kanë në prezent. Në emrin tënd? Në emrin tim. Se të kishte dëshirë që unë po të kthehesha shkosha te Partizani prap. Atëherë unë nuk shkova në federat, po çuna avokatin e vet se s'u mora me atë punë. Dhe më thane që ajo nuk është firma saj, atëherë ajo nuk mund të losin këtë fazë, i thane. U pezollove? Nuk u pezollova, po nuk mund të losin fazën e parë. Ekipi Rrshanit bani pagesën edhe për fazën e parë, vetëm për më shku fazën e dytë, më thane. Vazhdova aty, u niva shumë mirë, më pritën shumë mirë, pat me shumë sukses, se kishin pa viti kur më mirë. Kanë që vitet ata për Minatorën. Jo vetëm puna jeme, po aq mirë kombinova me vajzat, aq mirë më priten, e njerëzit atë gëzim kishin, një atë volejboll kishin. Ishin vendase vajzat? Pa, tona vendase. Edhe fillot e lodra, bite u bate, ma vonë u ballë pallat sporti, se kam luajt 6-7 vjet, po jo rresht. Edhe u mushte sa s'kishte vend në për shkalla, rrishin njerëzit gati të urzu,
Kam parasysh vishin disa me lodra. fotografia me të vërtet veçanta. Po jo, i kanë ala aty në pallatin e sportit fotot e dikurshme tonat. Ata s'kishin gëzim tjetër. Besoj se arritja më e madhe sportive e atij qyteze. Po, është volejbolli. Është volejbolli. Është volejbolli. Por kanë investuar për atë sport. Po kudo që ti investosh për sportit, shtetet e zhvilluara kanë sportin e zhvilluar. Sepse kur zhvillon sportin, ke zhvilluar rinin. Edhe kur zhvillon rinin, ke pasunu të ardhmen. Ke nërtu njerëz. Sepse sportisti ndryshon nga njerëzit e tjerë, në jetën sociale është pak më i matur, ka kalit durimin, e njeh mirë disiplinën. I ka kaluar disa vështirësi një. Po, edhe i pranon edhe vështirësitë e jetës edhe i kalon. Ke ndonjë peng, mund të them, për karrierën tënde aktive si volejboliste? Nuk e kam menduar këtë pyetje, me të thënë drejtën asnjëherë në mendjen time, është për herë të parë. Por unë personalisht nuk kam asnjë peng. Nuk e asnjë. Nuk kam asnjë peng. Bile më vjen mirë që e kam lënë sportin, po a ditë se jam të e lënë. Domethënë, po më lënë sporti mu. E ke lënë Po më lënë sporti mu. Jo, nuk ka lënë sportin. Domethënë, unë atë vit që isha me Partizanin, më kërkune prap, por ju vuna shumë shkollës, edhe e lash pak mazdore, edhe kontratën, edhe tjera, edhe as vetë se di se si e lash, po shumë mirë që e lash kur keshe kërkume. Nuk met asnjë gjë marak. Jam ka formësu edhe karakterin tem. Dhe kam kenë me fat njët që jam marrë me sport. Se më ka ba më të fort. Duhet dalëm pak edhe tek familja juaj, se e pceke pak fillim babajin tuaj që ndoshta të pengojnë fillim pas e bë tifozi numër 1, juaj, por ju një familje sportive, por edhe artiste. Me familjarët tuaj që thuaj se gjithë në Amerikë, me sa di unë. Por edhe motra juaj një volejboliste shumë e talentuar, pavarësisht se ndoshta jo aq e reklamuar. Merila Deda nuk ka pas. Përshëndesim. Motra jame, Merila Deda nuk ka pas nevojë për reklam. Sepse gjanat me vlerë nuk i bëhet reklam gjana me vlerë. Dhe për sa ka lujt, ka kënë talent. Ka kënë talent, dhe me thonë, i linën. Jo sa stërvit shumë, ka kënë talent i linën. Ka pas një plastik trupit veçan, që pak kush e ka pas. Nuk ka pas shtatlarësin teme, po ka pas një shkputje, kcejt e si në sust. Dhe një natyrë, jo natyra jeme, nuk është as pak natyra jeme, që i menoj gjanat shumë, ka kënë aqe qiltër, dhe po pik emocionit, u dukte si flutur në loj, e pincote topin. Dhe me thonë ishte super talent. Lujtë edhe me kombëtaren, dhe me thonë la gjurëm në ekipin kombëtar. Për sa lujti edhe me mrapa me mu me Dinamon, kur u mjodh ekipi i Shkodrës, mas 90 dhe shputje ardhi u kthyte Dinamoja, lujti edhe me Partizanin, një vit, por njët e realizume për arso ka lujt edhe jam krenare për motrën teme se ka kënë super talent edhe ma talent se unë. Unë jam ba me punë edhe kam pas shumë pasion, po ja ka kënë super talent. S'kishte nevojë për shumë punë. Por alon hije si edhe shumë të tjera. Volejbolliste të tjera. Ndoshta ka dashur vetë në hije. Ja, nuk ka dashur vetë në hije, por ka raste që njerëzit kur kanë një pozicion, njët, mundohen me përmend shokët e vet, nuk thehen te mrita, po let me mesin hati motrës teme, kjo ose një shoqe, ose nuk pranojnë me marrë një titull kur e di që një shoqe eme ka më mirë se unë. E kena atë seder, a din? Por si shumë të tjerë, janë lanë edhe shumë të tjerë, ka pas emna të mëdhenj volejbollin Shkodran që nuk janë përmend. Kështu është edhe Merila, po Merila nuk e ka fare problem. Merila njihet mirë, ka lanë gjurmë, edhe në memorien e Shkodranëve, edhe të shumë sportdarësve në Tiranë, edhe në kombëtare, dhe për këtë njihet mirë dhe e realizuar. Ju a përmenda motra sepse nga vetë babai që kishte mbresa për lojën e motrës tuaj në shkuar. Merila ka qenë shumë e talentuar, por njëkohësisht kam pas edhe vllan volejbollist, ka luajtur me ekipin e trive këtu, ka filluar pak edhe me të rritunit, Mark Deda. Që sot drejton një podcast në Amerikë ai. Po, drejtoj një podcast në Amerikë, bile
kur të urej për podcastin tënd kam dëshirë me ja bëj një urim nëse ma lejon edhe për ta. Patjetër. Por nuk po shkutin, ha? Marku a marrë me volleyball, ka kënë talent për pasus. Dhe e ka një eksportin këtu, shkojnë shkollë në Tiranë, mandej u largu prej Shqipënijet edhe u shkput edhe prej sportit. Pavarësisht se atje kanë luajtur për shef, kanë ndërtuar ekipet shqiptare të voleybollit, e kanë luajtur për shef. Por jetën sociale shihet aktiv me sportin. Po, është aktiv, në rrjetet sociale është aktiv, është person i lirë, është tepër aktiv. Ne i përshëndesim patjetër familjarët tuaj, por ke edhe besën që besoj se do vazhdoj traditën e nënës dhe tezës. Po. Jurojmë suksese. Kam mesën teme Izabel Londo, është super e talentume dhe Zoti fatmirësisht i ka falë edhe një fizik të bukur e të përshtatshëm për voleybollin. Dhe fatmirësisht motra jeme Joana. Ja keni injektuar? Jo, por motra jeme a talenti që trashëgohet ndoshta. Është geni. Dhe motra jeme Joana dhe Jati Alban Londo i kanë tana mundësinat me ja kriju tana kushtet e saj, me shku me trajner privat, nuk ka rëndësi sa është ora, me shku me ekipe private, servitet shumë, çdo fundjavë familja aty në janë jashtë, në neshje me vajzen, ndoshta edhe për një shtet tjetër, dhe me thonë ja kanë kriju tana mundësinat që mu ba lojtare e mirë. Shpresojmë që bile që thu ashtë injektu prej të jetë, ka raste sepse mosha që është 13 vjeqe, 12 vjeqe, 11 vjeqe të shku në sport, shpeshherë dhe për tote mu që u prej gjume dhe me shku heret, me shku i shtet tjetër. E i thote motres, veç se m'jen marrë prej te zenor, se e kisha lani këtë sport. Ke qenë shembull për të. Se vetëm për hatër tu i shkoj. Por tesh nihet mirë, edhe ja ka fillu me vu vetin në Instagram, se janë edhe rrjetet sociale që të bajnë pak famous, thojnë atje. Normal. Dhe knaqem kur e shaf, mushën syt me lat, nep emocion. I urej suksese Izabel Zbogel. Presim ti për ta përsëris karrierën e tezës. Inshallah aja ka mu bë më mirë. Aja ka mu bë më mirë se i ka tana mundësinat mu bë më mirë. Duhet të kthejmë pak në kohë, jo shumë para shumë vitesh, por tek një periudhë që ndoshta nuk ishte aq si themi e lumtur, por shumë e rëndë për ty ajo pjesë e drejtimit të vajzës si trajnere e parë e ekipit vajzave, sepse thatë pak para minutash që bëre çdo gjë. Ishe shofere, trajnere, masazhatore, po themi rojet e bazës materiale gjithçka. Pra, si ishin ajo periudhë? Sepse ishte një Nora Deda që me të vërtetë i vuri gjoksin vllaznis për ta mbajtur të gjallë, pavarësisht se ishte ndoshta në vdekje klinike. Unë bana mundësinat e mia, maksimumin e mundësinave të mia, por nuk du t'le përmend edhe në mesin e bashkisë Shkodër, që në momentin kur vllaznia e la dhe presidenti, rastësisht ishte takim me tonë trajnerat e ekipeve, me presidentat e ekipeve, na s'kishim president dhe shkova unë, u paraqita, nuk e di para fol si që kishin fol para mejet, por kur unë hina, bëna një prezantim të thjesht dhe i thash ekipin e keni në këtë gjendje, trajnera keni plot masderet, nuk kërkova që unë me majt ekipin. Edhe i diftova situatën e ekipit dhe tregova situatën e ekipit, i thash vajzat, nuk duhet mu lanë Shkodra pa ekip voleybollit, a gjëna. Nuk e di edhe vetë me kujtu sa kam fola ditë, bile më thane mos fol shumë me gjuhën e shkollës, po fol ma thjesht, një prej komisionit. Thash, më falë, jam në zyre dhe kështu di nihem mirë kur flas me gjuhën e shkollës, se flas më mirë. Jemi në institucion. Jemi në institucion. Kur për më prit 2 minuta tha këshilltari i kryetarit, Zoti Benet, dhe më kanë marrë telefon të nesërmen, ditën e shtunë dhe më kanë thënë, ti do ta bash ekipin do ta marrin kërkush tjetër, ne do mundohena me të ndihmu diçka. Dhe më kanë ndihmu e dolme në 4-shë, vitin e parë. Kështu dhe vitin e dytë vazhdo të Dritan Mehmetaj, ka kenë një njeri super korrekt, nuk kisha njoft zyrtar ma korrekt. Asnjëherë nuk isha përballë me një zyrtar aq korrekt në jetën time. Sa që nisha borxhli kur ai më ndihmonte ekipin. Dhe na niqte gjithkohë. Po periudha nuk ishte e lehtë,
Normal që nuk ishte lehtë, po nuk kam dëshirë me fol, nuk kam ardhur me anku. Jo, ne po Kam flasim dëshirë me përmend vetëm gjanat e bukura. Atë çfarë ka ndodhur për Jam mundu me dhënë më të mirën. Si për natyrë nguri ban gjanat me shpirt, je edhe pak më emocional se duhet. Dhe shpeshherë isha më emocionale se duhet, nuk e shifsha qetë, vitëm rëmbeshin emocionet, sikur t'isha pjesë e lojës. Mbaj mend disa herë aty vi tek vi fusha tek të himras, parketi. do të thonë Shumë e përfshirë dukesh. Shumë e përfshirë në fush, sepse e niqsha me shpirt. Du me kujtu gjanat e bukura. Do me thonë, edhe ata humjet më kanë shërby, edhe fitoret më kanë shërby, çdo gjanë jetë shërben, jeta është up and down, ushtën e, edhe njëri do të me i provu të tana. Një eksperiencë që e konsideron vlefshme? Shumë e vlefshme. Shumë e vlefshme. Sepse aty i mësus, aty bash sportist, aty bash prind, dhe jam mundu me lujtë e 3 rolet. Ato vajza që ishin pjesë e ekipit, po them vajza shkodrane, sot ndoshta nuk e shfaqin ka shijush, por edhe mund ta shfaqin, nuk e di. Gëzojnë një respekt të jashtëzakonshëm për ju. Dhe me të vërtet ndoshta nuk ju shikojnë vetëm si trajnerë e tyre, por edhe si prind, po them thojza i atyre vajzave. Një pjesë e tyre janë studentet e mia, vazhdoj me i pas studente, dhe respekti është reciprok. Me të vërtet, sepse disa intervista me vajzat ku ishin, si ishte prejulla, jo e aq pozitive, gjithmonë ishte Nora Deda që përmendej, që ishte fituesi janë thojza e ndeshjeve, jo ato. Jo. Gjithkush ka pjesën e vet në atë pjesë, vajzave i met merita, trajneri kur hupet neshja ka fajin trajneri. Kur fitohet ja merita vajzave. Në tana sportet. Fitohet neshja merita lojtarëve. Hupet neshja është gabimi i trajnerit. Është gabimi i trajnerit, por këto janë gjëra që nullen edhe kur jenë rolin e trajnerit duhet mi pranu të gjitha. Unë i kujtoj me respekt. Bile kam edhe për atyne që më kujtojnë ditën e mësusit, se është i gjes shumë i bukur, dhe më thënë kam met memorien e tyne disave, jo të gjithave, kam met memorien e tyne, kam la një shenjë për mirë, besoj, edhe ata në zemrën teme. Është reciproke. Si mund ta ringrisim ndoshta volejbollin, jo vetëm Shkodër, por mbar vendin? I përmendë pak klasat sportive, apo është gjithçka tek ekonomia sot? Nuk ka gjë që nuk ngrihet. I gjalli thujnë e ka dermanin. Kështu që punohet sa më shumë me fëmijët. Ta afrojmë sa më shumë fëmijët e sporti. Ndoshta edhe pensionistat t'i bëjmë trajnera. Edhe ata që i lam pa pension, sa del ideal i ri, edhe me ndihmu jetesën, që nuk ka që i nepet i fëmijës që atë urrit. Ai pensionisti që është edhe prind, është edhe gjysh, din me dashur fëmijën e vogël. Ka trajnera plot basketbolli të tillë. Mund të ketë edhe volejbolli, që nuk e di. Të fusim sa më shumë, të arsimojmë ta grup mosha, të edukojmë më shumë me sportin, e të krijojmë bazat e planifikimeve servitore, e modeleve servitore për të ardhmen, që kur dona me dhënë ngarkesa fizike, ta kenë bazamentin pakten perceptiv, ti shteti përgatitur nga ana psikologjike që unë e pranoj ngarkesën, unë do të sakrifikoj dhe sporti as sakrificë. Dhe kështu do të ndërtoj një brez të vetëdijshëm që sporti jo vetëm ka lidh trupin, ka lidh mendjen, formon personalitetin, ndërtoj njeriu. Atëherë kena me pas sportista cilësor. Por kjo është një shkollë në veti. Jo gjithkush e bën. Me thënë drejtën. Dhe jo gjithkush i reziston. Sepse sot është për pak pare bëhet lufta. Nuk e ka kush fort pasion. Ndaj, po them që ka humbur ai pasioni i viteve. Jo aq shumë më përpara, por le të themi edhe para 20 viteve. Po. Edhe sedra më ka ra, edhe sportistave, por duhet me pranu kohët në shojnë dhe duhet mu përshtat edhe na si trajnera, si mësuesa me këtë brezin e ri. Dhe me qemi paka shumë minutat e fundit, ka 4-5 pyetje të shpejta për karrierën tuaj gjithmonë.
Një ndeshje ndoshta që do e veçoje të karrierës tënde. Që mendon që ke luajtur shkëlqyeshëm. Me të drejtën nuk kam ndonjë, me thonë një. 2-3. Ja, nuk mundem me thonë. Nuk mundem me thonë me numra. Një periudhë Kam luajtur shumë. Se kampionati ka kanë aq i gjatë, nuk ka kanë sigurisht sot. Po, e vërtet. Janë bërë me 4 takime neshit. Po një Ka pas edhe play-off, ka pas edhe ashtu. Do të thonë, kam kanë me Dinamo, jam në mirë, me Partizan, jam në mirë, me Vllaznin, kam kanë të urrit. Ka kanë 22 vjeç. Po ta bëj pyetje ndrysh. Ndoshta periudha që e konsideroj veten që ishe në formë super. Mas moshës 22 vjeçë. Deri në lëndë të karrierës. Mas moshës 22 vjeçë kam kanë kulmin tem, domethënë, nuk mund të them që 38 kam kanë kulmin tem. Por mas moshës 22 vjeçë unë jam një lider. Pavarësisht se këtu në Shkodër s'kam lujt. Dhe disa më pyesin a ke lujt basketball? Por ka edhe për aty që më njohin, por në Tiranë andaj unë domethënë kam shumë njohje sportive. Me trajnera, me lojtare që sot janë trajnere, janë në fushën e arsimit e kudo tjetër, janë jashtë. Domethënë atje, mas moshës 22 vjeç kam një veten mirë. Një bashkëlojtare që do e vlerësoje ndoshta gjatë karrierës tënde. Ose 2-3 vajza, 2-3 gra sot. Unë për mas me veçu në një, kam qef me përmend vajzat e ekipit Vllaznisë. Që nuk i përmend prapë këta kërkosh fort. Kena pas kapitene që Shiza Piraniqin. Pjesë e ekipit ka kanë edhe Ndjera Alda Kaçorri, Pasqualina Kabashi, Valbona Çuko, Kristina Nikolli, Ermira Franja, një pjesë kohët edhe Natalina Maka me Shkodrën, Jola Blushi, Elsa Shiroka, Mirela Deda, motra jame, dhe i shas kam harru në jemen, se nuk di si me ardhe në jemen. Nuk me veçove asnjë, i përmend dhe gjitha vajzat. Po. Besoj se i kam përmend, por nuk e di, inshallah më falin nëse kam harru dikën. Na falin nëse nuk ju kemi përmendur. Më falin. Po një kundërshtare ndoshta shumë fort të atyre viteve, sepse ishte voleybolli femra me të vërtetë i fortë. Një kundërshtar që kishe qef të luaje kundër saj. Unë kam lujt për ball i Latasës, kur hom kanë 16 vjeçë. Kam lujt për ball Eva Dunit, i bosha bloko Eva Dunit i kohë para me kthy bllokën, se e kapte fill të rjeta. Domethënë unë nisha unë ma shumë e zoja se po ja ktheva i Latasës, se ja ktheva Eva Dunit. Domethënë atëherë kanë. Ata kanë ata lojtare. Do të cilësoj ndoshta si kundërshtarat më të forta. Ka kanë pasusja më mirë në Shqipëni që zori vjen në herë Shqipënis një e tillë, Mimoza Ibrahimi, ka ma shtat larta, ka ma trup sportive, kështu, po aja ka kënë komplet e linun për pas. Ka kënë organizatore nga ana mentale edhe nga ana fizike. Shumë e zoja. Ishte Dinamos. Periudhë e Dinamos. Po, Eva Duni ka kënë e Korçës. Po, ka kënë e Korçës. Skënderbeu. Po, Skënderbeu. Ekipi rival më i fortë Dinamo, ja. Besoj. Kur e kishe kundërshtar. Kur e kishim kundërshtar, jo. Kush ishte më i fortë? Me hope, herë ka kanë mirë edhe Minaturi, ka kanë mirë edhe Tirana. Dinamo ka dalë edhe kampion edhe në vitin tjetër shkrisi ekip. Janë gjëra që nohen volejboll, pos pat investim, shkrihet ekipi. Janë. Dhe një pyetje të fundit. Mund vi sërish në Adeda një ditë trajnere e Vllaznisë? Me këto kushte ja. Pse ja, a pjesë e bukur e jetës, edhe ja pjesë të bën mundi më i ri, bën mundi afër se të bën me fitu do ditë më të gëzuar me jetën tënde. Pse? Sepse kur ditë e jetës tënde i harxhon drejt pasionit, dedikon pasionit tënd, edhe kalon ditë të ushtru me pasion një profesion tënd që e ke shumë pasion, jeta bëhet më e bukur. Por për momentin nuk e shoh të arsyeshme.
Unë të falenderoj shumë përsërish për këtë intervistë kaq simpatike, ishte me të vërtet kënaqësi kisha të pranishme një akademike, por edhe një ish sportiste shumë dimensionale të vendit tonë, por edhe Shkodrës. Të shumë suksese në iniciativen që keni marrë tashmë. Patjetër, pse jo të zhvilloni të tjerë breza sportiv tek universiteti ku ju sërish jepni mësim dhe çdo ditë nxjerrni student dhe përgatitni pse jo figura tjera sportive për qytetin. Unë ju falenderoj shumë për vlerësimin, zoti Endre, por ju uroj edhe suksese në podcastin tuaj, që e drejtoni me shumë profesionalizëm dhe me sa e kam njeh ke ftu figura të grup moshave të ndryshme, jo shumë të ditëve të sotme, dhe kjo është një gjë e mirë se po ndërton arkiven për të ardhmen. Dhe të uroj shumë suksese në podcastin tanë. Falenderoj shumë. Dhe po atë dëshirë se kjo fjala podcast sikur më tërheqi fije, më shumë edhe erdha me shumë dëshirë dhe u niva krejt komode. Dhe nëse ma lejon, kisha dashur me bë edhe një përshëndetje. Absolutisht që po. Përshëndes nga zemra, nga ky podcasti i zotit Endri, podcasti sportiv. Përshëndes nga zemra podcastin në Michigan, të drejtuar Oda Podcast në Michigan, të drejtuar nga producenti Elvis Tërshana. Përshëndes Markun, Manjolen, Joanën, dhe i uroj suksese në podcastin e tyre. Ata trajtojnë tema sociale dhe tema që trajtojnë podcastin e tyre janë pa skenar, po në bashkëbisedim e sipër me mjekësit e shumë që kanë, ata kapin temen, pak 5 minuta pa fillu dhe flasin lirshëm si folëm na sot këtu. Një podcast shkodran është në Amerikë. Një podcast shkodran kena në Michigan. Oda Podcast. I përshëndesim patjetër, të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese. Ju falenderoj unë ju dhe sukseset më teshme. Ju falenderoj edhe ju miq, ne do rikthehemi sërish mes javën tjetër me tjerë protagonistë sportit. Deri atëherë mirë takofshin. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shimaj Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet i tiktik tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.